Duket se për të festuar mandatin e 4 të radhazi, kryeministri shqiptar ka ndërmend t'i dhurojë vetes një orë të shtrenjtë. Kjo pasi themeluesi i Jacob & Co, Jacob Arabo, ka vizituar Shqipërinë ku është takuar me kryeministrin Edi Rama, me të cilin edhe ka darkuar. Prodhuesi i orave të shtrenjta ka ndarë në rrjetet sociale 2 foto me kreun e qeverisë. Në njërin prej tyre shihet me Ramën dhe me disa persona të tjerë duke darkuar. Krahas postimit, ai shprehet mirënjohës për mikpritjen, ndërsa nuk ka bërë të ditur se cila ka qenë arsyeja e vizitës së tij në Shqipëri. Nisur nga eksperienca e kaq viteve dominim të kryeministrit, kemi mësuar që ai nuk ja lë në dorë asgjë rastësisë. Nëse manjati orave luksoze është në Shqipëri dhe takohet me të, atëherë diçka po gatuhet. Një orë e personalizuar plot diamant mund të shkojë formatit të njeriut që me një të hipur nuk po do më të zbrez nga kolltuku i pushtetit. Sa për dizajnin, ai mund ta pikturojë edhe vetë se i vjen dore shpërkësi punësh. Por kush është Jacob Arabo? Jacob Arabo, i njohur si Jacob the Jeweler, është një dizajner amerikan i bijuterive dhe orëve luksoze, si dhe themeluesi i markës së njohur Jacob & Co. Arabo u bë një figurë kyçe në industrinë e hip-hopit dhe modës duke krijuar bijuteri dhe orë për hyje si Jay-Z, Rihanna, Madonna, Elton John dhe shumë të tjerë. Ora e tij 5 Time Zone e lançuar në vitin 2002 u bë një simbol i stilit luksoz dhe u vendos nga figura të njohura si Naomi Campbell dhe Bono. Në vitin 2006, Arabo u arrestua me akuza për pastrim parash dhe falsifikim dokumentesh në lidhje me grupin kriminal Black Mafia Family. Në vitin 2008, ai pranoi fajsim për akuza më të lehta dhe u dënua me 2.5 vite burg, një gjop prej $50.000 dhe konfiskim të pasurisë prej $2 milion. Sot, Jacob Arabo konsiderohet një ikonë në botën e bijuterive dhe ato të orëve, duke kombinuar artin, teknologjinë dhe luksin në krijimet e tij.